Benita e bën shumë të qartë që në fillim të bisedës me banorët se nuk ka asnjë interes për Klodin dhe se, pavarësisht mënyrës si ai i afrohet, ajo nuk do të lidhej kurrë me të. Teksa rrin ulur në sallon, ajo flet hapur dhe pa hezitim, duke thënë se Klodi nuk është fare tipi i saj dhe se ai e tepron me mënyrën si sillet, sidomos kur mundohet t'i afrohet sikur ka ndonjë shans real tek ajo. Benita thot se ka vënë re prej kohësh që Klodi mundohet t'i afrohet, i flet shpesh, i bën komplimente të çuditshme dhe përpiqet të krijojë momente të sikletshme vetëm që të tërheqë vëmendjen e saj. Ajo qesh me nervozizëm dhe thot hapur para të gjithëve se kjo gjë nuk i pëlqen as pak. Madje e bezdis më shumë se sa e zbavit. Banorët që dëgjojnë e kuptojnë qartë se ajo është lodhur me insistimin e tij. Teksa biseda vazhdon, Benita thekson se Klodi nuk është thjesht djalë që ajo nuk e pëlqen, por sipas saj ai është edhe djalë i keq, që krijon drama të panevojshme dhe futet në situata konfliktuale pa asnjë arsye. Ajo përmend raste kur Klodi ka debatuar me banorët, ka ngritur zërin, apo ka bërë humor që për të nuk ishte i përshtatshëm. Të gjitha këto, sipas Benitës, tregojnë qartë se mes tyre nuk mund të ketë kurrë asgjë. Benita shton se Klodi ndonjëherë shtiret sikur është i sinqert, ndërsa herë të tjera sillet sikur po luan lojë dhe kjo e bën edhe më shumë të paqëndrueshëm në sytë e saj. Ajo thotë se nuk i pëlqen njerëzit që janë të paqartë në sjellje dhe që ndërrojnë maska sipas situatës. Për këtë arsye, ajo thotë se edhe nëse do ishte situata e fundit në botë, ajo prapë nuk do të krijonte asnjë lloj lidhjeje me të. Ndërkohë disa banorë qeshin, disa e mbështesin Benitën, por ajo qëndron e vendosur. Ajo thotë se nuk don që emri i saj të lidhet me të dhe se është më mirë që Klodi ta kuptojë këtë gjë një herë e mirë, sepse ajo nuk ka ndërmend të merret me gjëra që sipas saj janë të kota. Në fund ajo e mbyll duke thënë se Klodit mund t'i pëlqejë të shtiret ose të bëjë lojë.